Do të shoqërojmë në gati 60 minuta me top informacione dhe top intervista, ku në fokus të emisionit e kemi 5 nëntorin të mërkurën e javës së ardhshme, kur pritet të merret një vendim nga Presidenti i Republikës Vjosa Osmani mbi atë nëse do t'jep edhe një herë mandatarin ndonjë partie për t'ia qelluar ose për të tentuar për të bërë qeverinë e re, apo atë ditë do ta njohim edhe datën e re të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Përpos kësaj, në fokus do ta kemi edhe njohjet të ndërkombëtare të Kosovës, kjo në drejthijet e së mërkurës së javës që po e lëm pas, kur erdhi lajmi i madh nga Riadi i Arabisë Saudite që Siria e ka njohur Kosovën shtetet pavarur dhe sovran, ndërkaq si gjithherë është kronika jon klasike, kronika e Hagës, ku ne i ka përthejmë gjitha zhvillimet në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë të Holandës. Magazinën informative të sotme nisim natyrisht me lajmin që ka ardhur nga orët e para të kësaj të shtune, që është vërshimi i urës së hibrit, e cila ka qenë duke u punuar pjesa e destinuar për këmbësor, gjë që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit dhe është sanuar dëmi. Menjëherë brenda orës ka nisur edhe hetimet nga policia e Republikës së Kosovës, por nuk ka mbaruar akoma akuzat në mes të akterëve në vend punishte në fakt nga Ibër Lepence dhe po ashtu nga punëkryesi e këtyre punimeve në urën e Ibrit, që disa prej tyre thonë që ky dëm i shkaktuar pra në urën e destinuar për këmbësor ka si shkak vetë dorën e njeriut, ndërkaq Faruk Mujka, që udhëheq me Ibër Lepencit, thotë se këto deklarata duhet të ndalen dhe të mos përdoren për motive të tjera politike, ndërkohë që shkaktari kryesor i këtij incidenti të mbrëmshëm është vetë natyra. Në vazhdim do të ndjekim deklaratat në blog të Faruk Mujkës dhe po ashtu të punëkryesit Jahir Njumani në lidhje me incidentin dhe vërshimin e urës së Ibrit të destinuar për këmbësor afër vendit që quhet Tre Rokaqejt në Mitrovic. Nga mesnata kemi pas rëshqitjet e dhëut në kanalin kryesor dhe për të evitu dëmet më të mëdha dhe më të afatgjata të parafërta me ato të 29 nëntorit vitit kalum, domethënë jo nga akti terrorist, por nga vetë natyra, atëherë na u ka desh që në mënyrë urgjente ujin ta transferojmë në shtratin e kanalit Ibrit dhe ajo pjesa, domethënë niveli i ngritur i ujit ka ardhur deri te vend punishtja këtu dhe e ka bë një dam te vend punishtja, por siç po shihni edhe ju, asesi nuk ka të bëjë me konstruksionin e urës apo me makinerinë. Normal nuk është se dojmë me minimalizu, po edhe ju vetë pesheni që punimet kanë vazhdu pa asnjë problem. E kam thëmë dhe po e them që është bën nga dora e njeriut se uji është verifiku nga institucionet kompetente, përkatësisht policia, që kanë qenë vend në ngjarjes te Gazivoda Ujman, që e quajnë tash. Ato e kanë pranuar ata që është dhënë urdhën prej Prishtine me lëshu ujin. Na kemi pas një marrëveshje që ujin mos me lëshu pa paralajmërim, edhe nëse lëshohet ujin me u lëshu me mas të vogël, nëse domethënë arritet niveli ujit atje lart te Ujmani, me lëshu me një mas të vogël, mos me na bë dëm neve.